Në vitin 2021 doli personazh Samilo Shtaku, që për besë asë lidhje në ka me atë punë. Komisionerët e Xhafer Tahirit kanë manipulu me vota, kanë kaq përdor vota dhe është rasti tu. Kur dënë me u vështirësu gara, ose kur dënë me sulmu kundër kandidatin në PDK-s, edhe në Mitrovic, edhe në Vushtri, janë nisur me qarkullu zona Samilo Shtaku. Po, e kanë gozhdu, bre që me i bo. Gozhdu e kanë, më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq, në vitin 2017 kam qenë kandidat për kryetar komune dhe kam dali pare dhe atëhere me diferencë shumë të lartë votave, 2700 vota, kam qenë para Xhafer Tahirit. Dhe tash atëhere ka qenë një tjetër protagonist, një tjetër personazh që pytet për komunën e Vushtrisë, i ndjeri, komandanti i merituar, luftetari i lirisë Gani Meri. Atëhere, thoshin vetët Gani Meri, dhe në vitin 2021 doli personazh Samilo Shtaku, që për besë asë lidhje në ka me atë punë. Në vitin, po tash në këto zgjedhje, dolen dy personazha tjerë, dole kryetari i degës PDK-s Kurtan Kajtazi edhe Shpetim Zhegrova. Unë ju tham atyre edhe gjithë që e din qytetarë këtë, e din edhe besoj fuqishëm që e besojnë, se 4 vite kam qenë kryetari i komunës, ata din që në Vushtri vetet ligji, dhe asgjë të jashtëligjshme nuk lejoj, e prapa ligjit që ndroj unë si i mandatuar i qytetarëve të Vushtrisë. Pra, duhet njëherë për gjithmonë me largu këto konspiracione, që kur dojnë me dëmtu dikan, kanë mundësi mujt nëse ofrojnë programe më të mira. Kur fole më herët për Xhafer Tahirin e përmende edhe çështjen e votave, për çfarë çështje është fjala? Po zgjedhjet parlamentare, do me thonë, komisionerët e Xhafer Tahirit kanë manipulu me vota, kanë kaq përdor vota dhe është rasti tu. Është në netime? Po. Po fjallën e fundit nuk e ka thonë gjykata, kështu që s'mundemi me prezentu. Po pavarësisht pse i njëjti personazh çdo herë kur ndodh diçka te keqpërdorimi, te korrupsioni, do me thonë është i njëjti personazh, pse nuk po ndodh dikush tjetër? Për mu nuk tha kërkosh, nuk u gjina, do me thonë, nasni prej këtyre aferave, unë kom qeverisë 4 vite, për mu thonë që ka ndru drejtora shumë, është e vërtet se 13 drejtora e ndru gjatë qeverisës time. Ja, i ka ndru Samilo Shtaku, krejt. Po, krejt i ka ndru Samilo Shtaku, edhe, po, edhe aste një nuk e ndru, do me thonë, prej ashtu 2-3, që i kanë kërku lirim për me u transferu me të tjere, do me thonë, nuk kanë mujtë me përcjell agjendën time, dinamikën time, dhe jemi da mesisht, nuk ka pas diçka skandaloze për më ndru drejtori. Absolutisht jo. Me thonë, vetëm ka qenë performanca, matet performanca, vlerësohet. Une çdo vjet e hartoj planin dinamik, planin vjetor të punës së drejtorive. Dhe në planin vjetor për pos objektivave, i vendosim edhe tregues të matshëm, që i mosin aktivitetet, realizimin e aktiviteteve, dhe mi bazën e që aty në treguesve matet performanca, nuk është performanca diçka që matet veç kështu, po më pëlqen ose s'po më pëlqen, po kemi caktuar tregues, kjo, e kemi realizu, se kemi realizu.